Reçaku, një histori e dhëmbjes, sakrificës dhe ngadhnimit mbi vdekjen. Në mjediset e shoqatës Bitë e Shqipes në Filadelfia u promovua libri Reçaku, historia e një krimi lufte, ambasadorit William Walker, në një veprimtari të konceptuar si omazh për rolin e tij vendimtar në zbardhjen e masakrës së Reçakut dhe në mbështetje të lirisë Kosovës. Pjesëmarrja ishte e jashtëzakonshme me bashkëdhetar të ardhur dhe nga shtete të tjera. Të dielën kjo ceremoni e ngjashme do të mbahet këtu në Michigan, në shoqata Kosova. Në fillim u shfaq një reportazh realizuar nga Radio Free Europe, Radio Liberty, që rikujtoi masakrën dhe zhvillimet që pasuan. Kryetari i shoqatës, Dritan Matraku, falenderoi ambasadorin për guximin dhe këmbguljen e tij në shpalljen publike të së vërtetës, duke theksuar se deklarimi i tij për krime kundër njerëzimit alarmoi botën perëndimore. Dr. Sadik Elshani vlerësoi figurën e Walker si diplomat me përvojë në Amerikën Latine dhe shef i misionit verifikues në Kosovë, duke theksuar se prania e tij në Reçak ishte vendimtare, e u dha viktimave zë dhe dinjitet, duke e kthyer masakrën në një pikë kthese që çoi drejt konferencës rambujese të ndërhyrjes së NATO-s. Libri u cilësua si dëshmi e dorës së parë, monument kujtese për viktimat dhe referencë rëndësishme për historianë, studiues e diplomat. Në emër të shoqatës së shkrimtarëve shqiptar-amerikan, përshëndetim Hill Velaj, ndërsa dëshmi prekse ndan dhe Dr. Duruntin Rukiqe dhe Jona Arullau. Vetë ambasadori e quajti Reçakun pikë kthese në luftën e Kosovës. Shoqata nderoi atë me titullin antar nderi, veprimtari u mbyll me poezi, këngë, kushtuar Reçakut dhe në shkrimin të librave, aktiviteti u vlerësua si madhështor në atmosferë të ngrohtë, mirënjohëse për një nga miqtë më të mëdhenj të shqiptarëve.